Ndodhem në vitin tim të 16. Kollaren me motive kombëtare zodhi edhe në seancën e fundit. Jakub Kresniqi për më shumë se 15 minuta i u drejtua të mërkurën trupi gjykues. Nën emocione, Kresniqi kujtoi gjithë vitet e kaluara prapa grillave. E numri i tyre nuk ishte i pakt. Ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit. Vetëm se luftova për liri, pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Por Kresniqi tha si jeta e ka mësuar që asnjëherë të mos dorëzohet së besuari në drejtësi. Nëse kjo bindje për lirinë tonë gjykohet drejt këtu, atëherë drejtësia jo të do të më shërbej mua, por do të nderoj parimin që krijoi këtë gjykatë. Fjalimi më spontan të mërkurën i përkiste Kadri Veselit. Ish kryekuvendari para trupit gjykues e theksoi qartë se masakrat e krimet serbe e shtyn të kthehej nga studimet për t'ju bashkuar UÇK-s. Ndërsa unë jetoja në një vend të lirë, vendi im po përjeton të vujtje të thella në robëri. Gjendja në Kosovë u shndrua në mohim dhe përjashtim shumicës. Tragedia në Prekaz me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Veseli tha se është fakt se asnjëra akuze e prokurorisë nuk është vërtetuar për gjatë këtyre viteve. Jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Radha për fjalët përfundimtare i erdhi edhe 10 të UÇK-s. E gjatë luftës, mbajtja e armës me këto duar sipas tij ishte vetmja rrugë për mbijetesë. Selimi tha se prokuroria me kërkesën për dënim 45 vite kërkon që ata t'i dënoj për jetë. Kur do që të kthehem, unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë. Që të tre kërkuan nga trupi gjykues që ta marrë një vendim të drejtë e të paanshëm dhe t'i lirojnë nga akuzat e prokurorisë.